Përshëndetje dashur miq të kanalit tim social YouTube Pink Official. Nga visi sot tema që do të jap për folur është se që të përdorni kartat të bankës dhe jo lek kontant me vete. Atëherë, sipas mendimit tim është më mirë të përdorni kartat e bankës për bërë blerjet tuaja në për dyqanet të mëdha le të themi dhe të mos marrni lek kontant me vete, sepse shtapu një problem shumë i madh për sa i përket mbledhjeve dhe grabitjeve. Një kartë banke, edhe nëse humbet, mund ta nxjerrësh prapë, domethënë dhe i ke lekët gjatë gjithë kohës në përdorim. Do të thoshë edhe për i patë lekët kontant, domethënë më merr lek në xhep, prapë i ke me vete, por nuk është e njëjta gjë. Ndryshon shumë teoria e llogarisë bankare rrjedhse me një kartë debiti ose krediti ose edhe të parapaguara që kanë dalur tani shumë shpejt. Shpresoj se çdo bank të hapi kartat e parapaguara, që janë si karta krediti, por vetëm se janë me parapagesë. Do të thonë aq lekë sa ke, aq përdor, edhe nuk mund të përdorësh më shumë. Sipas mendimit tim, kartat janë gjëja më e mirë për të përdorur për shmangjen e mbledhjeve dhe të gjërave të tjera. Sepse me një kartë para paguar ose të kreditës debitit, kodin e dini vetëm ju. Do thoni ju ai që ta vjedh për mbledhje në internet. Po, deri diku kjo është e vërtet, por pas së prapë edhe këtu e ka një limit. Se normalisht banka për çdo transakcion që të bëhet, të njofton. Dhe nëse ti nuk pranon, atëherë ai transakcion nuk kryhet. Pra edhe në këtë aspekt ka një siguri të lartë. Bllokimin e kartës mund ta bësh në të njëjtën e sekondit pa asnjë lloj problemi. Kështu që le të themi që ka avantazhe shumë të mëdha. Për këtë arsye unë do të këshilloja të përdorni karta krediti ose debiti ose të parapaguara. Nga visi